335 nga 373 bashki dhe komuna në të gjithë vendin kanë përfunduar përpilimin e të dhënave që nevojiten për artimin e regjistrit kombëtar të sistemit të adresave. Sipas drejtorit të dokumentacionit dhe procedurave në Ministrinë e Brendshme Edmond Gjoleka, deri tani puna për përpilimin e të dhënave që kërkon ngritja e regjistrit kombëtar të adresave ka vjuar me ritme të larta, fal dhe bashkëpunimit të mirë me organet e qeverisjes lokale. Sot jemi në fazën që kemi të digitalizuar 373 bashki dhe komuna, më pas kemi kryer veprimtaritë të tjera që janë përsëri të dyanshme, ku është faktor përsëri bashkia dhe komuna. Ne deri më tani me 335 bashki dhe komuna që kanë përfunduar procesin e emërtimit të rrugëve, kemi bërë numërtimin e ndërtesave, kemi bërë pastrimin e gjithë materialit të digitalizuar. Më pas, i gjithë ky material konvertohet në formatin GIS dhe mund të themi që deri më tani kemi të konvertuar në formatin GIS 265 bashki dhe komuna. Sipas Gjolekës, përfundimi i regjistrit kombëtar të adresave në kombinim me regjistrin modern kombëtar të gjendjes civile do të përmirësojë standardin e identifikimit të shtetasve shqiptar. Ajo që ne kemi ngritur tani dhe që është funksional dhe që tashmë gjithë shqiptarët e kanë prekur është regjistri kombëtar i gjendjes civile. Dhe arritja e madhe që do të ketë regjistri kombëtar i gjendjes civile është që do të lidhet me databazën apo me bazën e dhënave të regjistrit kombëtar të adresave. Do shtetasi që është pjesëtar i regjistrit kombëtar i gjendjes civile do t'i bashkëngjitet dhe adresa e tij personale. Ky program do të jetë i disponueshëm në internet, ku çdo shtetës mund të gjejë me lehtësi një adresë, por gjithnjë do të bëjmë kujdes që jo me emra. Privatësia është kusht kryesor. Në regjistrin kombëtar të adresave do të ketë të dhëna mbi emrin e rrethit në përbërje të cilet ndodhet bashkia apo komuna, emrin e qytetit apo fshatit ku është banesa e regjistruar, emrin e rrugës, bulevardit, rrugicës, sheshit apo parkut ku ka dalje ndërtesa. Këto të dhëna do të shoqërohen dhe me numrin përkatës të objektit, por dhe të apartamenteve në përbërje të tij. Një element i ri do të jetë dhe vendosja e kodit postar.